إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, xhamat të respektuar, ne jemi sot në ditën e të muajit Muharram, jemi në ditën e të vitit të Hijri që ka filluar. Ne do të flasim për rëndësinë e datës kalendarit të Hijretit. Si zakon kur të vjen dita e Hijretit, manifestohet me ilahi, me lexim të Kur'anit, por nuk është qëllimi i Hijretit kjo. Çfarë roli luan data e Hijretit? Mbarimi i vitit do të thotë se ti tash tu ka shkurtuar jeta. Ti duhet të ulesh dhe të menaxhosh dhe të llogaritish veten se si e ke kaluar një vit që kaloi. Dhe a ke hartuar për vitin që ke filluar? Si e ke raportin ti me Allahun subhanahu wa ta'ala? Si e ke kaluar vitin që kaloi? A je ndalë të llogaritish veten apo jo? Data e kalendarit islam të hijretit është krejt ndryshe pre asaj gregorian që ne e përdorim për çdo ditë. Në fillim të islamit nuk janë regjistruar ndodhit dhe ngjarjet me datë. Derisa pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khalifja i parë pas Resulullahit Abu Bakr radhiyallahu anhu, pastaj khalifja i dytë Omar ibn Khattabi, 3 vitet e khalifetit nuk janë regjistruar me datë, por janë regjistruar me ndodhi. Si me ndodhi është regjistruar viti i elefantit. Do të dhot atë vjet që ka ardhur Abraha që ta prishë Qaban, me elefantin e tij është regjistruar viti i elefantit. Nëse marrmi dhe lexojmë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është viti i pikëllimit apo viti i mbërzisë. Atë vjet i ka vdek bashortja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ndodhur diçka janë emërtuar me vite. Për shembull, viti i luftës të Besusës, do të thotë që ka ndodhur një luftë mes kabileve, 40 vite ka zgat ajo luftë. Apo një vjet para luftës së Bedrit, 2 vite pas Uhudit. E kështu me radhë, apo viti i Thatsinës. Në këtë mënyrë janë regjistruar ndodhit deri në vitin e 3 të khalifetit të Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Pastaj ndodh një ndodhi, një shkrim që i vjen prej Ebu Musa al-Ash'ariut radhiyallahu anhu, khalifës të muslimanëve Omar ibn Khattabit. Dhe kërkon prej khalifës të muslimanëve që letrat të cilët dërgohen të vendohet një lloj date. Për shkak nuk e dim kjo letër kur ka filluar dhe kur është. E dy thonë që anasjelltas ka ndodhur një mesazh, një letër që ja dërgon Omar ibn Khattabi Ebu Musa al-Ash'ariut. Kryesorja
Historianë të regojnë që Omer ibn Khattabi kur ka marrë dhe ka lexuar letrën, është shkruajt letra në Shaban, në muajin Shaban. E tash është thotë, cilin Shaban? Shabanin të cilin jemi apo të cilin ka kaluar? Atëherë i të bon Omer ibn Khattabi, sahabët radhiyallahu anhum, dhe konsultohet me ta si të fillojmë regjistrimin e letrave, kontratave në biznes, borxheve, dhe që të ditë një datë caktimi që me këtë datë në këtë vit është regjistruar apo është nis kjo letër. Dhe disa prej sahabeve radhiyallahu anhum propozojnë që të jetë regjistrimi në mënyrën të cilën e kanë bërë persianët. Nuk e pëlqejnë sahabat. Dikush tjetër propozon që të jetë në mënyrën që e bëjnë romakët në kalendarin gregorian. As këtë nuk e pëlqejnë sahabat. Nuk bien dakord. Dikush prej tyre propozon që të jetë lindja, viti i lindjes së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe me këtë nuk bien dakord, se ka khilaf mes ulemave që nuk dihet saktësisht kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cilën ditë. Për këtë arsye ata që e festojnë me vludin, është ajo ditë nuk është e saktë. Nuk ka argumente që ajo ditë është saktësisht që ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush tjetër kanë propozuar që të jetë dita e shpalljes. Edhe për këtë ka mohabet mes dietarëve. Nuk dihet saktësisht dita kur i ka ardhur shpallja pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dikush prej sahabëve radhiyallahu anhum propozon që të fillojë me vdekjen e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. As këtë nuk pajtohen sahabët radhiyallahu anhum. A dini pse nuk janë pajtuar? Se vdekja e Rasulullahit është ditë, koha, momenti, dita, periudha, viti, se gjithë sahabët kanë qenë prezant. Dhe gjithë kanë qenë pajtim. Por kanë thonë nuk ka mundësi të fillojmë një vit dhe të mbarojmë një vit me një mërzi që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dalë prej kësaj dunjaje. Si mund të thotë për çdo vjet ne ta kujtojna momentin vdekjen e Rasulullahit që kjo i mbërzit zamrat e muslimanëve dhe piklon shpirtin dhe e loton syrin. Për këtë arsye nuk ka rënë dakord, pastaj thonë të fillojmë me datën e hijretit, atë vit kur ka bëu hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto pajtohet Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu dhe thotë që do të fillon viti i hijretit me atë vit që ka bëu hijret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe fillon, do thotë që kjo të jetë fillimi i vitit, do thotë të hijretit. Pse? Por shkak se viti hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur e vërteta, është ndodhur e vërteta prej të kotës. Një. Momenti kur ka bëu hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, musliman prej pakicë janë bërë shumicë. 2. Prej të dopt janë bërë superfuqi. 3. Prej që ngon të ulët janë bërë të ngritur. Kanë bërë superfuqi, kanë pas autoritet. Dhe 4, prej ati ka filluar çlirimet dhe është xhanuar territori i muslimanëve derisa i kanë rënuar dy superfuqit, ajo persiane dhe romake. Për këtë arsye, çështja e hijretit, fillimi i vitit të hijri, tregon dhe aludon për shumë mësime muslimanëve, që musliman duhet të ndalen të meditojnë, jo vetëm të festojnë, të pim disa soka, të ham disa torta, të knojmë disa ilahije dhe të mbaron çështja. Jo, këtu kemi mësime. Këtu kemi mësime dhe dobi që ne si besimtar dhe musliman duhet të kujdesmi në çështjen, në datën, në regjistrimin e kalendarit të hijretit, vëllezër të nderuar. Pas kësaj, në cilin muaj do të fillojmë regjistrimet? Viti u caktu, viti i hijretit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Por cilin muaj? Disa prej sahabëve kanë thonë të jetë muaji Ramazanit, për shkak se është muaji zbritjes së Kur'anit. Disa prej sahabëve kanë thonë që të jetë Rabiul Awwal, se është muaji ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në Medinë.
Por Omer ibn Khattabi, Uthman ibn Affani dhe Ali ibn Abi Talib e kanë pa që të jetë muaj Muharram, muaj i cili jemi në tash. Pse? Se muaj Muharram është një prej muajve të shenjtë që e ka cek Allahu subhanahu wa taala. Dhe të njëjtën kohë muslimanët mbarojnë haxhin në Dhul Hijja, plotësohet kushti i 5 i Islamit. Do thotë mbaron viti me një muaj prej muajve të shenjtë dhe fillon viti në një muaj prej muajve të shenjtë Muharram. Dhe kështu vendosin sahabët radhiyallahu anhum që këto të regjistrojnë dhe të fillon data e hijretit. Data e hijretit është shumë e rëndësishme. Ka një peshë të madhe. Nuk është vetëm një numër, 2 Muharram, 3 Muharram, 20 Muharram, asesi. Por çështja e datës së hijretit, kalendarit hijret, ka të bëjë lidhje me adhurimet që i kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto muaj janë që i ka amërtuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: muajt, numri i muajve të Allahu subhanahu wa ta'ala janë 12 muaj. Prej atë ditë kur Allahu ka kriju tokën dhe qiellin, prej tyre 4 janë të shenjtë. Kjo është dini i pastër dhe kjo është dini i vërtet, dini Allahut subhanahu wa taala. Do të prej muajve, do të thotë Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram, këto janë muaj të cilët janë njëri pas tjetri që vinë, që janë të lidhur, që janë prej 4 muajve të cilët janë të shenjtë. Besimtari si besimtar e sheh që këto muaj kanë të emërtuar në Kur'an. Këto janë që i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Tjetra prej mirësive është që çështja e hanës së muajit në Islam mbarojnë me hanë, fillojnë me hanë. Nuk është që sikur kalendari gregorian, 31, 30, 29, 28, cilin muaj do ta bësh? Por fillon me hanë, mbaron me hanë. E Allahu subhanahu wa ta'ala thot: yes'alunaka anil ahilla qul hiya al-mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Ty të pyesin për hanën, për lëvizjen e hanës, daljes dhe mbarimin të hanës. Allahu subhanahu wa ta'ala do të thuaj, këto janë kohët, këto janë që të përcaktojnë kohën. Kur lind dielli, kur mbaron dita, kur mbaron nata, kur mbaron muaj, kështu më radhë, dhe tregojnë se këto janë që tregojnë dhe kur është çështja e haxhit. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka caktuar me hanë neve se kur duhet ta xherojmë. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka caktuar neve haxhin në cilët muaj duhet ta bëjmë haxhin. Allahu subhanahu wa ta'ala çështën e zakatit mirë dhe llogaritet sipas hanës, jo sipas kalendarit gregorian. Për këtë besimtari duhet të jetë i vetëdijshëm që kjo çështje është çështje e madhe, çështje e adhurimi, çështje e ibadetit. Pasi Allahu subhanahu wa ta'ala për çështjen e kefarateve, për çështjen e shpagimeve, vrasja, gabim, prishja e agjërimit, me qëllim kontakt me bashortën, e kështu me radhë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot 2 muaj njëri pas tjetri me agjëru. 2 muaj, shiko, lidhen gjërat me muaj. E këti muaj se është, Allah subhanahu wa ta'ala e ka përshkruajt me hanë. A ka nevoj, a ka filozofi me pa hanën? S'ka. Deleshe, ka dalë hana mbaroj, muaj vjetër, ka hi muaj ri, e qartë. Do të momentin ku prendon dielli dhe del hana, do të ka filluar muaj ri dhe ka mbaruar muaj i vjetër. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na bën prej tyre që kujdesmi për çështjet e festë Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk është rastësisht që ata kanë tentuar që ta zhdukin kalendarin islam, hijri. Se ki kalendar hijri është pajtim i gjithë sahabeve radhiyallahu anhum. E këto duan ta zhdukin këtë. Pastaj kalendari
Gregorian, ka të bëjnë datat me adhurimet e tyre dhe zotat e tyre të rrenjshëm. Për këtë arsye nuk është bërë vendimi muaj hijretit, data vitit rastësisht me hijret, që t'i largohen çdo përgjasimit të jo muslimanëve. Dhe ne si besimtar duhet të jemi të vetëdijshëm dhe të kuptojmë se lufta është e madhe ndaj Islamit dhe muslimanëve, dhe në çdo send duan të godasin që të largohesh prej rrugës të Allahut subhanahu wa taala. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bën prej tyre që kujdesemi për fenë Allahut subhanahu wa taala, për dinin e Allahut. Lutemi Allahun që Allah të na zbukron imanin dhe të na forcon në zemrat tona. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Prej mirësive të këtij muajit Muharram është që ka dalluar Allahu subhanahu wa taala që na tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam agjërimi i ditës së Ashurës. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxit sahabat që ka ardhur nga Rabi'a radhiyallahu anhu, që pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thonë dikujt dil dhe thirr në fshatrat që janë rreth dhe afër Medinës dhe në Medinë, që kush ka hangur ushqim në mëngjes edhe nuk e ka bën jetë që ta agjeron, le ta agjeroje. Ata të cilët e kanë bërë prej ma herët një jetë, le ta vazhdojnë agjerimin, derisa i kanë nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që edhe fëmijën ti nxitin sahabët radhiyallahu anhum për agjerim, derisa kur janë lodh fëmijët ju kanë dhënë lojna prej leshit që ta angazhohet fëmia të harroje kohën dhe unësinë që të arrijë iftarin. Kjo për ditën e Ashurës. Dita e Ashurës, agjerimi i Ashurës, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse jam gjallë në vitin tjetër dhe të agjeroj edhe ditën e 9, jo vetëm ditën e 10 të Ashurës, të Muharramit. Kjo agjerimi i ditës së Ashurës kanë agjeruar edhe çifutët. Në ditën e Ashurës edhe në kohën e ignorancës të xhailjetit që kanë ndruar veshjen Qabës. Kështu që ka pas disa vepra por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjeruar dhe i kanë nxitur sahabët duke shpresuar se agjerimi i ditës së Ashurës do t'i fshijë mëkatet e vitit të kaluar. A ka më mirë se kaq me të pastru Allahu prej mëkateve? Besimtari që thot Ibn Qayyim el-Jauziu rahimahullah që është mirë që njeriu të agjerojë ditën e 9 dhe 10, por nëse nuk mund të agjerojë 9-ën, agjeron 10 dhe 11, edhe pse nuk ka ndaj transmetim për ditën e 11, por që vetëm që ne të dallohemi prej të tjerëve, se agjerojnë çifutët, kini pa do të festimi i dervisha, alevive, shiave, idhnasherie, gjithë këta e festojnë dhe pritën atë ditë dhe bën lëm. Kjo që me treguar që ne nuk është ditë feste, se në ditën e festës besimtari nuk agjeron. Do thot Bajram ne na ndalot agjerimi, që ne dallohemi prej dervishave, dallohemi prej krishterëve, prej çifutëve, prej gjithëve, që ne tregojmë që ne kemi parime dhe jemi musliman. Kujdesna në çështën e orës, se kujdesna në premtimet që japi edhe hoxhës edhe gjithëve. O vëllezër, ne si besimtar, pasi që e pam vlerën, e pam që në këtë muaj është mirë të agjerojmë ditën e 9 dhe 10 të hijretit. Tash neve vetëm se tash jemi duke afruar kavarri, është duke na shkurtuar jeta, kemi bërë llogarinë ne se si e kemi kaluar vitin e kaluar. Kemi dal plus apo minus në biznes me kanë, e disa mirë hap misit, edhe centi vem në llogari, edhe minutat, edhe sekondat. Pse 30 ditë ka 1 sekond, 30 ditë nga 1 cent, 12 muaj nga 1 cent, 5 vjet nga 1 cent, ato po dolën shumë. E ne, çështjen e veprave të mira dhe të këqija, a kemi llogarit? Allahu subhanahu wa taala
Neve na ka treguar dhe na ka nxitur që ne të kujdesemi për veten tonë. Ja ju alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. O ju të cilë keni besuar. Kjo i thot Abdullahit, Muhammedit, Mustafës, Hasanit, Fatimës, Aishas, nuk i thot as Goronit, as Dragicës. Ja ju alladhina amanu, o ju që të cilë keni besuar, besimtarve. O ju të cilë keni besuar, keni frikë Allahun dhe shikoni vetët çka keni përgatitur për ditën e nesërme. Si kemi me dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala. Amar ibn Khattabi radiallahu anhu thotë, llogaritni veten e juaj para se të llogaritni. Matni veten të juaj, peshoni veprat e juaj para se të peshohen. Zbukuroheni me vepra të mira para ditës kur dalmi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafia. Atë ditë kur kena me dal para Allahut, atë ditë kur do shpalosen gjithë veprat tona, të cilë nuk I ka pa as kamera as njeriu, vetëm mes teje dhe Allahut ka qenë. Atë ditë do shpalosen, atë ditë nuk do të jetë asnjë send të fshehur, atë ditë nuk ka më mbet asnjë sekret, atë ditë do shpaloset çdo dosje dhe do t'i përmendi Allahun subhanahu wa ta'ala. Kena bo këtë llogari? Jemi munduar apo jo? Si bot llogaritja e vetës? Llogaritja e vetës bëhet veprat dhe fjalët. Çfarë fjalë dhe çfarë vepra ke vepruar? Po cilët janë, si mu ju ta di, çfarë do bie mbje, çfarë do bie kam unë nëse e llogariti vetën? Shumë të bie dobi. Por ti pa I di tre elemente, nuk ka mundësi ta dish rëndësinë e kësaj llogaritje. Pa e ditë fondin e pasurisë, pa e ditë cilët janë shkaqet e fitimit dhe pa e ditë cilët janë shkaqet e humbjes. Nëse nuk I ke këto tre elemente, ti zor, merr lapsin tër ditën, regjistron në Excel sa të duash, por nëse nuk e bën hesab humbjen dhe fitimin, ti je I dështuar në jetë. Dhe I dështuar në ahiret. Ibn Qayyim rahimahullah thot, njeriu mas pari e llogarit veten vetëm farzët e Allahut. Obligimet që ne ka bën. Pastaj ndalesat, unë farzët që na ka obligu Allahu, ai kam zbatuar apo jo? Rregull, mashallah, alhamdulillah. Tash ndalesa, sa ndalesa kam shkelur në që na ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu na mëson Ibn Qayyim rahimahullah. Cili është fondi I pasurisë? 100.000 euro, 200.000 euro. Këto janë për dunja, biznes dunjas. Për të ahiretit, fondi I pasurisë është mas pari tauhidi, besimi I shëndosh në Allahun subhanahu wa ta'ala. Mos mi bosh shirk Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj vjen çështja e namazit, 5 kohë të namazit. Çështja e 5 kohëve të namazit që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka transmetimin me nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që njeriu në ditën e Kiametit pika e parë që do të vetet ai njeri është për namazin. Për namazin. Nëse ka mangësin farzët e Allahut, me lajtë dhe një rab, ki ka mangësin farze. E Allah subhanahu wa ta'ala, çka I thot? Thot minja fut janë xhehenem, jo. Hajtë të shikonja më s'ka nëj nafile, nëj namaz nate, nëj tahiyatul mesgjid, nëj namaz duha, nëj send, sunjetet që janë para namazeve, të shikonja. Nëse e gjenjë, ja plotësojnë. Në rregull dhe kështu vazhdojnë farzët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si e llogarit njeri vetën e vet. Mas pari e merr tash dhe shikon kur shkosh te shtëpia, për 1 vjet ti duhet të bjen me fal 1800 namaze. Ai ke fal 1800 namaze apo jo? Ti për 1 vjet ke pas 1800 shansa që të hish xhenetin e Allahut. Ta lexosh ajetin kursin bashdo namazit farz. 1800 shansa për me të pranu duaja mas ezanit dhe ikametit. Në rregull, kjo kanë për farzët. Llogaritë e xhumos. Sa xhumoja kemi fal? Në vjet të bjen 48 xhumoja. Ka ikën e xhumoja apo jo? 48 shansa ke pas me të pranu duaja 100%. Ditën e xhumo, prej pasi qinie derisa të prandon dielli. Sa herë na ka hik kjo shansë neve? Ke pas shansat që të qesh salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai kena çu sot salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush si ka çu në tot Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammad. Ka me la që më njerëja përcjell në varr pejgamberit alaihi salatu wassalam. Pastaj njeriu merr dhe shikon cilët janë ata të cilët veprat të cilët të bajnë ti që të fitosh shumë, të dash fitim. Ti fondin e pasurisë rujtë namazin, xhuman, këto. E mi cili është fondi?
Ajo që i fiton biznesi, ato janë nafile të vëllezër. Obligimet që janë vullnetare, me ato veç ngritesh te Allahu subhanahu wa taala. E cili është humbja? Është humbja që të humb në dunjën e ahiret janë mëkatet dhe gjunahat të cilët të shkatrojnë në dunja dhe në ahiret dhe të humbin lumturinë në dunja dhe në ahiret. Për këtë arsye duhet ne që të pendohemi te Allahu subhanahu wa taala, që të fillojmë këtë vit pasi jemi në fillim të vitit me tobe dhe istighfar, që jap na besën Allahu subhanahu wa taala prej në këtë vend, që do të bëhemi njerëzit të xhamis, njerëzit të dinit, do të jemi me zemër të pastër dhe të shëndosh, dhe do të jemi shërbetor të dinit Allahu subhanahu wa taala. Lutë Allahu subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithëve në xhenetul firdaus. Lutë Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'i gëzon musliman sa më shpejt në fitore në Gaza e në vende të tjera ku janë duke vuajtur. Lutë Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na zbukuron imanin dhe islamin në zemrat tona dhe të familjeve tona, grave tona, bijave tona, bijve tonë. Lutë Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na bashkon me pejgambert Allahu dhe shahidat dhe njerëz të mirë në ahiret. Wa aqimus salat.